Arqeve të OAK-s apo është kështu vetëm dëshirë si temi, sepse është diskutuar vazhdimisht, gjithmonë diskutohet për Haradinajin si president. Çfarë është diskutu brenda AAK-s nuk kam informacion dhe nuk jam në dieni, nëse brenda AAK-s është diskutu diçka e tillë edhe preferohet një diçka e tillë, kemi disa oponentë të Aleancës për Unurinë e Kosovës, të cilët kategorikisht edhe publikisht kanë shpreh qëndrime të kundërta me lëvizjen vetëvendosje dhe janë kundër një bashkëpunimi me lëvizjen vetëvendosje. Zgjedhja e presidentit, cili do parti, nëse vjen nga në një subjekt partijak, nuk do të thotë që ai do të votohet pa një koalicion dhe nuk besoj, duke dëgjuar të gjitha deklaratat edhe para zgjedhjeve të 28 dhjetorit, po edhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, që Aleanca është e gatshme të futet në një koalicion ose bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje. Mirë, po edhe në të kalumen, zoti Kurti ka pas një lloj simpatie për Ramush Haradinajin. E mbaj mend edhe deklaratat e tij, themi gjatë kohës kur ishte blokada e Vlanit, po edhe tema e demarkacionit, se sa shumë e përkratë dhe sa shumë ishte pro zotit Haradinaj. Jemi mësu tashmë që zoti Kurti t'i përdor të gjithë në politikë kushdo që i afrohet me sinqeritetin më të madh, dhe nuk po besoj që në këtë situatë tash zoti Haradinaj do të lejonte veten të përdorej nga zoti Kurti, mirë po që në fundin e karrierës politike zoti Haradinaj ndoshta do të meritonte së paku këtë detyrën e presidentit, po edhe të marrë parasysh që Kosova është para disa vendimeve të rëndësishme, ndoshta në mandatin e ardhshëm të presidentit edhe qeverisë e cila do të vijë, po besoj që një president si zoti Haradinaj, i cili nuk mund të jetë vegël, qoftë dorë zgjatur të dikujt të huaj, qoftë ka brenda, do t'i bënte shumë mirë Kosovës. Haradinaj është diskutuar shumë edhe si